Disa ditë me radhë brenda një muaji, në vakëfin të ish-shtëpia përmirësuese në Tetov janë raportuar zjarre të përsëritura, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë publike, mbrojtjen e pronës dhe mungesën e reagimit institucional. Hapësira në fjalë, sipas dokumentacioneve kadastrale, është pronë e Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, Muftinia e Tetovës, dhe duket se mbetet e pambrojtur ndaj veprimeve që rrezikojnë jo vetëm ato parcela, por edhe zonën përreth, në veçanti kur kemi parasysh që aty përreth gjendet edhe kompleksi Harabati Baba. Muftiu i Tetovës Selver Xhumaili konfirmon zjarret në këto hapësira, por edhe pranon se kjo zonë disi është lënë pasdore. BFI-ja, si pronare e deklaruar e pronës, ka përgjegjësi morale dhe institucionale të mos lejojë që një BKF i tillë të shndrohet në pikë rreziku. Pronësia nuk duhet të mbetet vetëm një çështje dokumentesh, por të shoqërohet me mirëmbajtje, ruajtje, transparencë dhe plan konkret për përdorimin e pronës. Keni të drejtë kur thoni ashtu, me që ky BKF, domethënë, është që 13 vjet është në kompetencat të BFI-s, domethënë prej momentit kur është denacionalizuar, dhe brenda këtyre viteve ka qëndruar, kështu më thojë ta them, i vdekur pa ndonjë funksion, dhe nuk është vënë në shërbim të institucionit të BFI-s, të qytetarëve. Këtu keni drejt, domethënë, të jemi të realt, domethënë ka një përgjithësi edhe institucioni jonë që ndoshta adasht të vëhet në funksion në shërbim të institucionit BFI. Në fakt, vakëfet kur janë dedikuar, kur janë lënë, në esencë vakëfi lehet për shërbim nevojave fetare, shoqërore, sociale. Megjithatë është një vakëf që është një hapësirë e madhe këtu, vakëfi në fjalë të shtëpia përmirësuese, është hapësira e madhe, por nuk është vënë në shërbim. Këtu keni drejt kur thoni kështu, që mendojmë në të ardhmen vetëm vjeçare dhe në mënyrë urgjente kërkon që të vëhet në funksion dhe të shpëtohet nga dëmtimet që janë duke u ndodhur. Nëse një pronë digjet disa herë brenda një periudhe kaq të shkurtër, nuk mund të flitet më për raste të izoluara. Kjo kërkon përgjigje të qarta. A ka mbikëqyrje? A ka sigurim fizik? A janë ndërmarrë masat për të kufizuar hyrjen në këtë hapësirë dhe është raportuar çdo rast tek institucionet kompetente? Zjarrpikësit e Tetovës thonë se në këtë zonë kanë intervenuar 5 herë. Bëjnë thirrje për kujdes të shtuar pasi dalja e zjarrit jashtë kontrollit në këtë zonë të banuar mund të ketë pasoja katastrofike. Në atë pjesë special kemi intervenuar është 5 herë. Nuk e dim tendencat, mirë po është qëllimi venduar qëllimisht, sa kemi informata ne, ka dikush që nuk e di tash me çfarë qëllimesh, mirë po i bëj apel që të bëj kujdes për arsye se do bëj dhe një zjarr të përmasave shumë të mëdha, pastaj dhe kemi shumë vështirë për ta vënë kontroll, dihet që është një pjesë e cila pastaj e lidhen edhe malin Sharr nalt. Kështu që apelet tona kanë qenë çdo herë që të bëjmë kujdes, mos ndezim zjarre, mirë po bashkërisht me drejtorinë për menaxhim me kriza. Siç edhe e dini, ka qenë në lajme që drejtoria për menaxhim me kriza ka venduar në disa vende kamera të cilët detektojnë zjarret. Kështu që një ndër ato vendet në qytetin e Tetovës do jetë edhe ajo pjesë e përfshime në këtë, domethënë Tetova do ketë diku te 5 kamera të venduara në lokacione të ndryshme të cilët ne di përcaktojmë si zjarr fiks, që sicilën verë kemi në të njëjtat vende kemi raste të zjarreve. Lidhur me këtë dukuri, përgjegjësia e pushtetit lokal lidhet edhe me parandalimin, kontrollin e objekteve të braktisura ose të rrezikuara, koordinimin me pronarët dhe mbrojtjen e qytetarëve nga pasojat e mundshme. Komuna e Tetovës nuk mund të mjaftohet vetëm me intervenimin e zjarrfiksve pasi flakët të kenë shpërthyer. Komuna dhe BFI-ja duhet të dalin publikisht me sqarime dhe masa konkrete, sepse neglizhenca ndaj një prone të tillë mund të ketë pasoja që shkojnë për të dëmit material.